Ish komandanti UÇK Sami Lushtaku ka folur për incidentin e ndodhur gjatë vizitës së kryeministrit Albin Kurti në Skënderaj, ku eskorta e tij u godit me vezë nga disa qytetarë. Lushtaku ka thënë se është gëzuar kur e ka parë që e ka ngjojtur me vezë dhe sipas tij, Kurti nuk duhet ta vizitojë Drenicën, me që i ka thënë Hashim Thaçit, shko në Hag, e ka mirë prit me të kallëzu të drejtën, kam pas qef kur e ka ngju. Ai s'duhet me ardhur në Drenicë derisa i ka thënë një liderit të UÇK-s, shko në Hag. Ai ka thënë Thaçit, shko në Hag kur kryeministri jemi s'është, ka thënë Lushtaku. Për këtë fyerje të nënkryetarit dhe njërit nga njerëzit më të fuqishëm në PDK përkundrejt Albin Kurtit, ka reaguar ashpër analisti Gani Qari. Ai e quan primitive dhe antipatriotike deklaratën e Sami Lushtakut. Të bësh veprime të njëjta me pretendimet e Serbisë ndaj kryeministrit të Kosovës, vërtet është akt tepër antipatriotik, shumë i ulët dhe tejet primitiv, andaj është koha e fundit që Kosova të sillet si shtet i një mend dhe të mos lejojë më sallamadin e bandave e në asnjë pjesë të saj. Mjaft më me përkëdhelje, 26 vite pas çlirimit askund dhe në asnjë vend nuk duhet lejuar të sundojnë bandat, as ta bëjnë ligjin kriminalet ordiner. Mbi shtetin nuk guxon të qëndrojë askush, qofshin edhe kapadaint nga Drenica si Sami Lushtaku, provokatorët apo bllokuesit e rrugëve në Skënderaj apo kudo qoftë në Kosovë, thot Qari. Sipas tij është e çuditshme se si Sami Lushtaku i pengon Albin Kurti në Drenicë e jo komuna paralele që ishte vendosur në Skënderaj nga serbët. Habit shumë fakti se njerëzve si Sami Lushtaku u pengon kalimi i eskortës së kryeministrit të Kosovës, por për mbi një çerek shekulli nuk u pengoi kurrë komuna ilegale e Serbisë midis Skënderajt, në tabelën dhe dokumentet e së cilës pa më dyshje duhet të ketë shkruar Opstina Serbica Republika Serbia apo gjysmë analfabetët si Sami Lushtaku, Vučići mund të ketë paguar me dinar serb për objektin ku në marrëveshje me Sami Lushtakët kanë vendosur komunën paralele të Serbisë me flamur e stem serbe dhe të emërtuar si Opstina Serbica ose Republika Serbia, thekson Qari. Merreni me mend, shkaku i njerëzve si Lushtaku & Co, sikur mos të ishte familja Jashari nga Prekazi dhe jona historike e heroizmit të saj, a do të kishte vullnet kushti vizitonte vendet ku sundojnë neokomunistët koreano-verior si Lushtaku & Co, të cilët për dekada bashkëjetojnë me komunat paralele serbe që Skënderajin e quajnë Serbic dhe vendbanim të Serbisë, ndërsa u pengojnë shqiptarët dhe krerët e shtetit të Kosovës që flasin shqip dhe punojnë denjësisht për vendin e vet, vetëm pse u kanë përzën kriminalet serb dhe kryeterroristin Milan Radojčić nga Kosova dhe kanë pezulluar oazën e krimit të organizuar që kriminalet serb me ata shqiptar kishin ngritur bashkërisht në veri, shton Qari. Mëteja i thot se dikur në mënyrë të njëjtë ishte kërcënuar edhe presidenti historik Ibrahim Rugova, fatkeqësisht siç e dim të gjithë, edhe presidenti historik i Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, megjithëse qysh në vitet e 90-ta sensibilizoi gjithë popullin e Kosovës që të solidarizoheshin me drenicasit dhe ndihmoi me çdo gjë Drenicën, madje u vënë veprime dhe ideja mbreslënse, familja mban familjen, mbi të cilën u favorizua po ashtu Drenica dhe në të shumtën e rasteve përfituan familje drenicake, derisa me thirrjen e presidentit dhe të qeverisë ndihmat për Drenicën vazhdonin nga Kosova dhe diaspora edhe pas lufte. Doktor Rugova, duke ditur se kishte vagabond si Sami Lushtaku, ai nuk e vizitoi kurrë Drenicën. Për aq më tepër drenicakët e tipit të Samiut treguan anën e vet negative edhe me rastin e vdekjes së doktor Rugovës, kur një Lushtak tjetër, Nuredin Lushtaku, nuk lejoi as pjesëmarrjen e Gardës së Kosovës në ceremoninë e varrimit të doktor Ibrahim Rugovës, akt që habiti jo vetëm shqiptarët, por edhe të gjithë ndërkombëtarët, të cilët atë ditë kishin ardhur nga mbar bota për t'i dhënë lamtumirën e fundit në shenjë nderimi dhe respekti ndaj presidentit historik të Kosovës, doktor Ibrahim Rugovës, deklaron Qari. Duke parë sjelljet aktuale të Lushtakut kundër krerëve të qeverisë dhe të shtetit të Kosovës, e them me shumë keqardhje se njerëz të tillë po na i rikthejnë në kujtesë ngjarjet e Graçanicës, pasi që milioner gjysmë analfabet si Lushtaku & Co e kanë kthyer edhe Drenicën në një enklavë të tipit koreano-verior dhe për ta mbrojtur primatin e sundimtarëve të paprekshëm, kanë filluar të sillen si dikur pushtetarët e Graçanicës që bllokonin rrugët dhe nuk lejonin të kalonin shqiptarët, nënvizon analisti. Sipas tij, Lushtaku po ndihet i rrezikuar nga Albin Kurti, krejt kjo për shkak të pasurisë së fituar në mënyrë të jashtëligjshme. A thua Sami Lushtakun & Co i pengon kryeministri Kurti sepse u mbylli Opstinën e Serbicës, e cila vepronte lirshëm me personel serb dhe stem, flamure dokumente të Serbisë midis Skënderajt apo Lushtakëve & Co, po u dhembe edhe fakti se kryeministri Kurti u ka hequr atyre edhe terminalet ilegale,
kërkon kthimin e pasurive të grumbulluara kundërligjshëm, nuk shpërndan dinar serb. Bile e ka ndaluar qarkullimin e tij të rësisht në Kosovë dhe nga Agimi deri në Muzg, përshëndet e flet shqip, udhëheq vendin ton vetëm shqip dhe me rende ligj, siç i ka hije një shtet i vërtet demokratik, madje me demokraci më të avancuar se të gjitha shtetet në rajon. Përkundër të gjithave, besoj se çështja më e rëndësishme është fakti se Sami Lushtaku nuk është përfaqësues i zgjedhur i Drenicës, por një gangster primitiv, kohët e cilit ka kaluar dhe një ditë, përveç konfiskimit të pasurive të kundërligjshme, ndoshta duhet të shkojë edhe në burg, prenga nuk do të mund të arratiset më, si në kohën e Araqit, fajdeve, zaptimit të tokave, pronave dhe objekteve të huaja, kur në Kosovë sundonte banda e Thaçit në kohë dhe vidhej e plaçkitej, si dhe bëri tregti jo vetëm me tokat e shqiptarëve, por edhe me shtetin e Kosovës, deri te përpjekja për ndarje dhe faljen e veriut të Kosovës te Serbia hegemoniste, që Thaçi e quante tokë të Rankovićit, ndërsa Edi Rama tokë të askujt, nënvizon Qari.